Shumica shojnë medaljet, fitoret, por pak veta shojnë mëngjeset si kynë. Ëndrat nuk kanë rrugë të shkurtër, ashtu si dhe imja. Duhet jesh aty çdo ditë, me shumë vendosmëri, me shumë sakrificë. Kur përpiqesh të nënshkëlosh rrugën e vështirë, mund të rrezikosh të humbasësh gjithçka. Mund të rrezikosh të humbasësh veten tënde, njerëzit që të rrethojnë, por qoftë edhe të ardhmen tënde. Kur kam bërë kampionatin tim të parë europian, kam dalë fundit në Europë. Por pas 12 vitësh, arrita të jem majt saj. Sigurisht, është dashur shumë mund, shumë lodhje, shumë sakrificë, por çdo gjë ja vleti. Por ajo që ka më shumë rëndësi për mua sot është që të gjithë të eksperiencë t'ja transmetoj brezave të rinj dhe t'ju them që nuk ka rrugë të shkurtër drejt shkëlqimit. Çdo hap i vogël ka shumë rëndësi. S'ka shkurt, jeta nuk është sprint, është maraton.